antar të Komisionit të Sigurisë Kombëtare. Komisioni për Sigurinë Kombëtare zhvillon mbledhjen e tij sot datë 11/3/2025 me rendite miratimin e përsërbalit të mbledhjes datë 27 janar 2025. Kush është dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Miratimi i programit punës së Komisionit periudhën 3 mars 21 mars 2025. Kush është dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Pika e 4, shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut për mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit klasifikuar në cilësinë e komisionit përgjegjës. Relator do jetë zoti Denis Deliu. Dhe pikë 5, shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së UAS ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit për Zhvillimin të Abu Dhabit për financimin e projektit sistemit kamera nën administrim e Policisë së Shtetit Smart City në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi. Relatore do të jetë zonja Pranvera Resule. Të ftuar për pikën e parë të renditditës është zoti Tauland Balla, ministri i Shtetit për marrëdhënien me Parlamentin. Faleminderit zoti Balla. Zonja Odeta Berberi, drejtore e kabinetit. Faleminderit zonja Berberi dhe zoti Altin Jani, drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar. Faleminderit zoti Jani. Zoti Balla, fjala e për ju. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar antar të Komisionit për Sigurinë Kombëtare, sikurse e njoftoi kryetari i komisionit, sot jemi në komisionin tuaj për të prezantuar dhe më pas për të kërkuar mbështetjen tuaj për të ratifikuar një marrëveshje mes Republikës Shqipërisë dhe Dukatit të Luksemburgut, përfaqësuara nga qeveritë përkatëse, lidhur me mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit të klasifikuar. Kjo marrëveshje synon forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve tona sa i përket informacionit të klasifikuar, është një hap i rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit lidhur me fushën e sigurisë dhe shkëmbimit të informacionit të klasifikuar për të garantuar përmes kësaj marrëveshje një kornizë të qartë dhe të sigurt për trajtimin e informacionit të konfidencial në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. Është një marrëveshje që ka për qëllim rregullimin e përgjithshëm të sigurisë për mënyrën se si do të përcaktohen këto rregulla dhe që do të zbatohen në çdo shkëmbim informacionit klasifikuar mes palës shqiptare dhe palës luksemburgase, mes institucioneve dypalqe, të cilat i nështrohen po ashtu dhe ligjeve dhe rregullave kombëtare në të dyja shtetet. Përmes kësaj marrëveshje synojmë që të krijojmë një kuadër të plot për ta mbrojtur dhe siguruar që palët që shkëmbejnë informacion të klasifikuar në kuadër të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, ky kuadër të jetë plotësisht në përputhje me standardet më të mira të sigurisë të përcaktuara qartazi në nenet përkatëse të kësaj marrëveshje që e keni para jush. Ratifikimi i kësaj marrëveshje i hap rrugë shkëmbimit të informacionit mes palëve në kuadër të sparit të operacioneve të përbashkëta në luftën kundër terrorizmit, së dyti në qasjen e përbashkët që nevojitet në përballjen me sulmet kibernetike dhe së treti me operacionet e përbashkëta të agjensive ligjzbatuese në luftën kundër krimit të organizuar. Hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje i paraprin marrëveshjeve të tjera teknike që mund të lidhin ministrit apo institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese dhe shkëmbimit të informacionit klasifikuar mes Republikës Shqipërisë dhe asaj të Luksemburgut. Autoriteti kombëtar për sigurinë e informacionit klasifikuar është institucioni përgjegjës sa i përket edhe negocimit, por edhe zbatimit së marrëveshje për mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit klasifikuar mes qeverive tona. Në fakt, marrëveshja është firmosur në emër qeverisë shqiptare nga Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme. Dhe në kuadër të informacionit të domosdoshëm që duhet ndarë me rëndësinë që mbart komisioni juaj, mund t'ju informoj se deri tani qeveria ka negociuar, firmosur dhe në fakt falë edhe komisionit tuaj dhe Kuvendit Shqipërisë janë
ratifikuar marrëveshje të ngjashme me NATO-n, me Bashkimin Evropian, por dhe me një numër të konsiderueshëm vendesh partnere. Kujtoj këtu Poloninë, Ukrainën, Estoninë, Maqedoninë e Veriut, Greqinë, Bullgarinë, Gjermaninë, Kroacinë, Slovakinë, Çekinë, Letoninë, Sloveninë, Francën, Kosovën, Malinezi, Rumaninë, Bosnjë Hercegovinë, Hungari, Itali, Spanjë apo Gjergji. Aktualisht, zonja e zotëri deputet, dua t'ju informoj që jemi duke negociuar për nënshkrimin e marrëveshjes së ngjashme të sigurisë edhe me shtetin e Izraelit. Prandaj, në përfundim të fjalës time, dua të ritheksoj edhe një herë se miratimi i këtij projektligji është një hap i rëndësishëm në përmbushjen e angazhimeve tona ndërkombëtare, sa i përket forcimit të bashkëpunimit me një partner të rëndësishëm antar i Bashkimit Evropian, sikurse është Dukati i Luksemburgut. Miratimi i tij siguron bazën e qëndrueshme për mbrojtjen e informacionit klasifikuar dhe krijon mundësinë për zhvillimin e marrëveshjeve të tjera në të ardhmen edhe me vende të tjera. Duke ju falenderuar zoti kryetar, falenderoj antarët e nderuar të këtij komisioni dhe kërkoj, siç keni bërë në fakt në të gjitha rastet e tjera, miratimin tuaj të kësaj marrëveshje. Faleminderit zoti Balla, zoti Deliu, si relatorit, doja që para në përsëritje në mënyrë shikoni një këndvështrim tjetër si relator. Faleminderit kryetar, të nderuar kolegë deputet, i nderuar ministër, zoti Balla, i nderuar drejtori i përgjithshëm zoti Jani, të nderuar të ftuar. Projektligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut për mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit të klasifikuar. Sipas kuptimit të kësaj marrëveshje, informacioni klasifikuar është çdo informacion, pavarësisht nga forma që transmetohet ose gjenerohet ndërmjet palëve, në pajtim me ligjet dhe rregulloret e brendshme të një pale, i cili kërkon mbrojtjen ndaj deklarimit të paautorizuar, përfitimit të parregullt ose humbjes dhe për të cilën është dhënë një klasifikim sigurie ose materiali përcaktuar për të kërkuar mbrojtje ndaj çdo përhapje të paautorizuar, i cili është i përcaktuar i tillë nga një klasifikim sigurie. Informacioni klasifikuar në vendin tonë ndahet në 4 nivele klasifikimit, të njëjtat nivele ka dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut, të cilat parashikohen në nenin 3 të marrëveshjes. Projektligji nuk paraqet përmbushjen e detyrimeve të objektivit nga Agjenda e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, siç parashikohet në nenin 68.2 rregullores. Ky projektligj nuk synon për afrimin me akuj të Bashkimit Evropian. Institucioni përgjegjës për zbatimin e kësaj marrëveshje është Autoriteti Kombëtar për Sigurinë e Informacionit Klasifikuar. Nga zbatimi dhe hyrja në fuqi kësaj marrëveshje nuk rrjedhin efektet financiare. Për sa më sipër, të nderuar koleg, duke vlerësuar si një projektligj shumë të rëndësishëm dhe për mos u zgjatur më tej pasi ministri Balla ishte shtërues dhe shumë i saktë, unë kërkoj ta miratojmë këtë projektligj. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Deliu. Kush nga kolegët ka pyetje? Nëse s'ka pyetje, edhim direkte në votim. Koment. Po, zoti Dojgjani, koment. Faleminderit zoti kryetar. Sigurisht që çdo marrëveshje që ka të bëjë me ruajtjen e informacionit të klasifikuar, pra për mbrojtjen e të dhënave me çdo shtet Bashkimit Evropian apo në shtetë tjera të cilët kemi marrëveshje, siç është Kosova apo dhe vend tjera, janë shumë të mira, por ka një problem që këtu marrëveshje tek ne i bëjmë dhe ngelin letër. Ngelin letër pasi në vendin ton informacioni i klasifikuar apo informacionet sekrete apo jo sekrete dalin sheshit. Ne kemi sulmet kibernetike që janë bërë në vendin ton, ku dhënat e qytetarëve shqiptar kanë dalë, janë marrë, janë përdorur nga grupe të ndryshme kriminale, janë përdorur nga vendet tjera, kanë dalë dhënat
e targave, të pagave, të automjeteve, të qytetarëve, dhënat që përdoren në fushata elektorale. Ne sot përballemi me nxjerrjen e dhënave qytetarëve shqiptar ku partitë politike, por jo vetëm, i përdorin për interesa elektorale duke i ndjekur, duke i vëzhguar, duke i kërcënuar, duke i bërë presion, duke marrë dhënat edhe ku janë shkollë, ku janë punë, antarët e familjes, duke i bërë presion edhe atje në vendin e punës për përfituar votat. E thash këtë që e thania me të bëmen janë dy gjëra të ndryshme. Pra, ne ratifikojmë marrëveshje dhe bëjmë shumë mirë, ndërkohë vetë nuk janë të mbrojtur dhënat e qytetarëve shqiptarë. Dhe më duket një falsifitet kur vim këtu, ratifikojmë marrëveshje, bëjmë ligje, e ndërkohë vetë ata që kanë për detyrë për të mbrojtur dhënat, i nxjerrin dhënat e qytetarëve shqiptarë, u e japin për interesat caktuar kujdo dhe janë shumë të aksesueshme dhënat e qytetarëve. Pra, shqiptarët nuk janë të mbrojtur nga këto. Ratifikojmë marrëveshje, ndërkohë ne nuk i zbatojmë vetë. Faleminderit. Faleminderit. Duke qenë se nuk kam më pyetje dhe diskutime të tjera, hedhim në votim projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut për mbrojtjen e ndërsjelljes të informacionit klasifikuar. Kush është dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Hedhim në votim nën për nën projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut për mbrojtjen e ndërsjelljes të informacionit klasifikuar. Kush është dakord me nenin 1? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 2? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Hedhim në votim në tërësi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut për mbrojtjen e ndërsjelljes të informacionit klasifikuar. Kush është dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Faleminderit koleg, faleminderit zoti Balla, faleminderit zoti Jani. Ju mund të vazhdoni zoti Balla, ne do vazhdojmë me pikën e 2 të rendit ditës. Faleminderit, rifillojmë seancën, por unë ishte i plotësuar. Për pikën e 2 përfaqësues janë Besfort Lamallari, zëvendës ministri i Ministrisë së Brendshme, faleminderit zoti Lamallari. Zonja Suzana Hoxha, sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Brendshme, faleminderit zonja Hoxha. Zoti Florian Semani, zëvendës ministri i Financave, nuk ndodhet. Zonja Kesiana Alili, drejtori i përgjithshëm i Borxhit Shtetëror, faleminderit. Zonja Elona Mistrovica, drejtori i drejtorisë marrëveshje dhe sigurimit të ndihmës suaj, faleminderit. Fjala është për ju zoti Lamallari. Faleminderit zoti kryetar, nderuar zonja dhe zotërinj deputet. Duke ju falendëruar për kohën dhe mundësinë për të paraqitur këtë nismë, e cila sigurisht ratifikohet me ligj. Në thelb kemi të bëjmë me një kontratë huaje, negociuar bashkërisht mes Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë Financave me autoritetet qeveritare të Emirateve të Bashkuara Arabe. Në vlerë totale, kontrata për marrëveshje UAS është në shumën $118.5 milion dhe falë kësaj kontrata bëhet e mundur jetësimin i një projekti tetë ambicios, i parë në llojin e tij në vendin tonë, ku konkretisht e gjithë kjo shumë përkthehet në investime në teknologji dhe
software dhe përdorim të inteligjencës artificiale në funksion të rritjes së parametrave të sigurisë, dhe kur flasim për sigurinë, kemi siguri të dyfish në kuptim të sigurisë rrugore, pra parandalimi dhe evidentimi i shkeljeve të kodit rrugor, gjithashtu dhe siguria publike, ku projekti në tërësi do të mbulojë 20 qytete, duke përfshirë këtu dhe shkolla, dhe thënë ky është një lajm i mirë jo vetëm për komunitetin arsimtar, për komunitetin e prindërve, por mbi gjitha për vetë nxënësit dhe studentët që frekuentojnë këto shkolla. Shkurtimisht, pa dashur të marr shumë kohë, në thelb ajo çfarë ne synojmë përmes këtij projekti, falë kësaj marrëveshje huaje, do jetë që të kemi instalimin në Shqipëri në këto qytete të 2239 kamerave për njohjen automatike të targave, 2602 kamerave për monitorimin e trafikut dhe identifikimin e shkeljeve rrugore, plot 200 radar inteligjent dhe sensor zhurmësh, të cilat vendosen në pika kyçe të akseve rrugore kombëtare dhe një mbulim tërësor i pikave kontrollit kufitar. E gjitha kjo sjell sigurisht një siguri të shtuar për vendin përgjithësi, por dhe kapacitetet të fuqizuar për policinë e shtetit në administrimin e parametrave të sigurisë rrugore dhe të sigurisë publike. Për ta përmbyllur, projekti ka parashikuar gjithashtu që do të ketë një fazë zbatimi për 12 muajsh dhe një fazë funksionimi dhe garantimi të mirëmbajtjes së pajisjeve dhe software dhe teknologjisë, e cila është vërtet e nivelit më të lartë që Shqipëria do të dispononte për një periudhë prej 48 muajsh. Faleminderit, jemi të hapur për çdo pyetje nga ana juaj. Faleminderit zoti Lamallari. Fjala për ju zonja Resule. Faleminderit kryetar. Faleminderit dhe zënës ministrit për prezantimin. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së UAS ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit për Zhvillim të Abu Dhabit për financimin e projektit sistemi kamerave në administrimin e policisë së shtetit Smart City vjen në Komisionin e Sigurisë Kombëtare si një komision për dhënie mendimi, dhe nga vetë fjala është një UHA e cila ka një vlerë totale për 118.5 milion dollar. Dhe në fakt projekti parashikon përfshirjen e instalimit të kamerave për njohjen automatike të targave, për monitorimin e trafikut dhe identifikimin e shkeljeve, për një pajisje me një numër të caktuar kamerash trupi për policinë, të cilat edhe zëvendës ministri i përmendi në fjalën e tij. Nuk përmenden dhe nuk specifikohen termat e uadhënies, por mendoj që kjo do të jetë objekt i trajtimit nga Komisioni për Ekonominë dhe Financat, përsa kohë që Komisioni për Sigurinë Kombëtare shikon atë vetëm në targetin e vet që ka të bëjë me sigurinë në komunitet, me uljen e veprave penale që sigurojnë pra dhe cënojnë të siguri, me parandalimin e krimeve të gjitha formave në të cilat krimi vjen, dhe përdorimin, ashtu si kundër edhe shumë e rëndësishme ta theksojmë përdorimin e teknologjisë, inteligjenca artificiale, e cila kuptohet që për masat e zhvillimin që ka marrë, ndikimi i saj është i padiskutueshëm edhe në çdo fushë, si në çdo fushë tjetër edhe tek siguria. Ulja e numrit të shkeljeve për sa i përket rregullave të qarkullimit rrugor, numrit të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda, monitorimin e trafikut, pra janë të gjitha ato benefite të cilat do të bëjnë një polici më të mirë në komunitet dhe do të bëjnë një jetë me siguri më të lartë publike për gjithë komunitetin. Se sa mirë dhe drejt do të zbatohet pasaj projekti, është një çështje që i përket institucioneve që janë zbatuese të tij, por unë për vetë përfitimet që vinë, si kundër i përmenda, do të ftoj kolegët që ta miratojnë projekt ligjin. Faleminderit. Faleminderit zonja Resule. Pyetje, diskutime, zoti Dogjani. Faleminderit zoti kryetar. Unë kam edhe pyetje dhe komente në lidhje me këtë projekt ligj. Pikë pari shoh që pasardhjes së presidentit të Arabistë të shteteve të Emirateve Arabe në Tiranë dhe takimit me kryeministrin, ka ndryshuar huaja nga 60 milion që ka qenë parashikuar ky investim
ka shkuar në 118.5 milion dollar. Dhe pyetja ime është, cila është arsyeja në argumentoni rritjen e kësaj koste? Pra pse ka shkuar, çfarë ka ndryshuar nga 60 milion në 118.5 milion dollar? Ndërkohë, du të di kush do ta implementoj këtë projekt, pra do merret kjo UA. A është përcaktuar edhe kush do ta implementoj pra instalimin e këtyre kamrave, siç tha edhe zëvendës ministri, 2.000, 4.000, rreth 5.000 kamra do të vendosen në Tiranë edhe në 20 qytete tjera, ndërkohë që me këto 5.000 kamra e 200 radar e tjerë që do vendosen në për këto pikat e kalimit kufitar, a rrezikohen të dhënat e qytetarëve shqiptar, se të vendosen 5.000 kamra do të thotë në një vend kaq të vogël, Shqipëria të kthehet në një Big Brother që të kontrollohet gjithkush, të kontrollohet privatësia, dhënat e qytetarëve, pra të jemi të monitoruar edhe ku të shkojmë në banjo qytetarët shqiptarë. Pra a rrezikohen dhënat e qytetarëve të përdoren siç po i përdorni tani për qëllime elektorale? Gjithashtu, a bie ndesh me praktikat, me standardet e Bashkimit Evropian vendosja në këtë mënyrë e këtyre kamrave? Sa është interesi i HUAS? Pra sa dhe për sa kohë do të kthehet ky borxh? Se do ta dim se kjo është huamarrje që do ta paguajnë qytetarët shqiptar. Ndërkohë që 118.5 milion dollar merren për kamera, për instalimin e kamrave, sepse ju mendoni që do të parandaloni aksidentet e do të parandaloni krimin nëpërmjet këtyre kamrave, që nuk e parandalon as krimin as aksidentin vendosja e kamrave. Janë faktorë të tjerë të cilët parandalojnë kriminalitetin. Nuk parandalohet me kamera. Përkundrazi, ka pas kamera dhe grupet kriminale kanë gjetë mundësinë për të kryer veprimet e tyre kriminale edhe duke i shmangur këtyre kamerave. Pra nuk është se ju nëpërmjet kësaj huaje do të zgjidhet problemet e rendit të sigurisë së Shqipërisë. Këto 118 milion euro mund të shkonin për shumë gjëra të tjera, mund të shkonin që të kishim një polici më të trajnuar, mund të shkonin për në arsim në shkolla, se vetëm dje kemi parë të shkolla Sami Frashëri, një grup fëmijësh, nxënësish, u rrahën në mënyrë masive, kamrat ishin, nga kamrat i pamne. Ato kamra që ishin aty nuk e kishin ndaluar këtë dhunë, se çdo prind, çdo qytetar shqiptar kur shef ato fëmijë në mënyrë shtazarake si në mesjet duke u rrafur, duke u dhunuar, mendon që nesër mund të jetë fëmia e tij atje. Kamrat kanë qenë deri tani prap në për shkolla, po përsëri masivisht përdoret droga në për shkolla. Pra duhet zgjidh problemi në rraj, nuk mund të zgjidhësh ti shkon maje e do zgjidhësh problemin e kriminalitetit. Merr parë borxh me vendos kamera për të kontrolluar për interesa politike, partijake, për të kontrolluar qytetarët shqiptar. Ku është privatësia e njerëzve këtu? Po e lëm mas ne gjithë të para që do shkojnë, që nuk do të zgjidhin asgjë për sa i përket rendit të sigurisë publike. Se fillimisht duhet të rregulloni rrugët, e të vendosni tabelat e jo radar, se nuk e zgjidh as radari që do ta vendosni atje. As gjobat e mëdhaja që i vendosni në për parkingje, që s'ka parkinge këtu nga 30.000 lekë qytetarëve, sa e le makinën se s'ka ku me lanë. Se po,
vendosja gjobën, po kryej kushtet këtë parkinge, ai qytetari që shkon puna, shkon diku ka një problema, shkon te spitali. E keni kthyer sikur ta keni pronë private Shqipërinë, nuk e kam me ju, e kam me Edi Ramën edhe me ata ministrat të cilët e rrisin nga 118 milion dy fish se takojnë atë presidentin e Emirateve të Bashkuara. Pse u rrit kjo? Çfarë korrupsionit botu? 60 milion euro më shumë. Çfarë ndodh në vendin tonë me rendin dhe sigurinë publike? Gjithë kjo forcë policie. Do ja linin dorë kamrat polisit. Se thuhet tu do t'i përdor policia e shtetit. Kujt policie? Ata që bashkëpunojnë dhe që dalin me grupet kriminale në këto aplikacionet, që qesin njëri tjetrin në prit, nuk flas për policët thjesht, që janë shumë të mirë, flas një pjesë të mirë të drejtuesve. Prandaj du të di këto pyetje që i bëra dhe përsëri do të rezervoj të drejtën time për të komentuar. Unë jam absolutisht kundër këtij projekt ligji, jam absolutisht kundër marrës së kësaj sume që do ta paguajmë ne, sepse që këtu që në momentin e parë këtu keni eliminuar me garë, me transparencë, me të gjitha gjërat. Faleminderit. Ja të mbaroj, zoti Sterka, të mbaroj për pyetjen e tij pastaj. Unë rregull, me që do, po zoti Sterka. Falenderoj Ministerin e Zbërgjik ka bëj studim mirë, po du t'i bëj një 2-3 pyetje kështu si të më vinë. E para, ky projekti që është bë për këto kamrat, kush e ka bë dhe cila firmë e ka bë projektin për instalimin e këtyre kamrave, që a bën shkak për me kërku gjithë këtë financim për me i montu kamrat, edhe gjithë këtë kredi. Edhe është tenderu ky tender, se mos na dalin probleme mrapa se çfarë spondim na këtu tash. Vinë paret e shohim shok ton të shku në burg, kolekt. E dyta, a do keq shkurtim numri i policisë, se ju po na thoni inteligjenca artificiale. Asgjë nuk bën inteligjenca artificiale nëse nuk kanë njerëz që e drejtojnë atë. A do shkurtohen radhët e policisë që paga shumë të kursejmë në rroga në paga, se po fut inteligjenca artificiale me na bëj gjitha punët, atëherë burimet njerëzore s'kan vlerë. Është një lloj si ne deputet që na thonë me shku në punë tonë tash. Edhe kjo punë do i qitni policë në pension, apo do vazhdoj prap policia me atë numër që ka, me atë pagë, me atë rritje pagë. Sepse mu më duket, edhe këtë kam ndëgjuar edhe unë që fillimisht unë maj mend se Mirtajiri kur ishte ministër, sa është mirë me e përmend, po e përmendi, tha me 30 milion euro ne montojmë kamrat tanë në Shqipërinë. Të në del ne $120 milion, $118 milion. A ka kjo elektronika ka artu rrit, apo vjen të ra çmimi i kostos ty në materialeve? Kjo do më shqetësoj shumë, do ketë ulje efektive të policisë, se mos ja bazoni te inteligjenca artificiale, se e flitni e mas e s'dini asgjë për te. Se na ka dalë tash i fjalë inteligjenca artificiale, pyesim inteligjencën, po inteligjenca të përgjigje se çfarë din ti me pyet, nuk the përgjigje se kush e vrau atë, kush e bani atë, na bën analizë kriminalistike. Atë bëjnë burimet njerëzore, njerëz të specializuar. Pa dashje unë mbështes deputetin e opozitës, sepse ka vend me forcu edhe me rrit profesionalizmin në format policisë, se sa me bu instalime, kamera e shumë gjëra tjera, ato nuk realizojnë kurrat punë. Në kamera janë vjell bankat, po janë kap autorita la. Në kamera janë vjell aeroporti i Rinesit, po janë kap autorita akoma. Deri kur do spekulojmë me këto investime që realisht nuk i shkojnë asgjë taksabogusit shqiptar në shërbim. Ku taksabogusi shqiptar pagun, Ministri i Brendshme pagun taksat qeveri për t'i bërë shërbim, tash ju thoni du të me pru dhe teknologjinë, se ajo e zgjidh, ajo e lufton krimin. Mos u bani kaq entuziast. Po shifni gjërat më me kam tokë. Edhe du pyetjen, kush e ka bërë projektin edhe kur është tenderu projekti që ka kap këtë shumë $118 milion euro. $118.500. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Lamallari
për të dy kolegët pyetjet në mënyrë të përmbledhur, ju lutem. Nderuar kryetar, faleminderit. Në fakt, po e nis nga ajo çfarë është thelbi i çështjes. Ne po flasim për një marrëveshje huaje, e cila sigurisht vjen si pasojë e nevojave të shprehur nga shteti shqiptar për siguruar një financim, i cili pastaj kanalizohet në një drejtim të caktuar për rritjen e parametrave të sigurisë. Dhe gjitha kjo bazohet në një marrëveshje të mëparshme, e cila është ratifikuar me ligj pra mes qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Emirateve të Bashkuara Arabe, që në vitin 2020 dal nga muret e këtij institucioni, pra e cila ka marrë mbështetjen tuaj për ku ka përcaktuar se krahas zhvillimit të bashkëpunimit ekonomik, parashikohet dhe mbështetja në drejtime të caktuara, si rasti konkret që ne po flasim, për elemente të sigurisë, dhe aty përcaktohet shumë qartë se palët për bashkëpunim, për këtë formë bashkëpunimi, nuk detyrohen të futen në procedura të nderimi i prokurimi, sepse që do thot nuk ka asnjë zyrtar shqiptar që do të angazhohet në procedura prokurimi apo të nderimi për këtë marrëveshje, pasi si në marrëveshjen bazë që unë citova më herët që është miratuar ratifikuar nga ky kuvend, po ashtu edhe në marrëveshjen që ne po paraqesim, e cila është negociuar me palën arabe, konkretisht pika 6 e nenit 4, përcaktohet shprehimisht që implementuesi do të caktohet sipas procedurave të brendshme të huadhënësit. Pra janë Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat përcaktojnë dhe kompaninë e tyre që merr përsipër zbatimin, ashtu siç është dhe në vendin e tyre dhe vendet e tjera ku implementohet projekti bazuar në konceptin e Smart City. Thënë kjo, nuk ka asnjë mundësi spekulimi apo edhe dyshimi të arsyeshëm apo frike se do të ketë abuzim. Pra, ajo çfarë ka qenë shumë e nevojshme është e para një sigurimi i këtij financimi, dhe kjo u përmend me drejtë edhe vizita dhe takimi i krerëve më të lartë, ku nga ana e palës shqiptare ishte kryeministri, dhe sigurisht fakti që u arrit të sigurohet një financim i tillë është absolutisht dhe fal mbështetjes dhe vëmendjes konstante maksimale që ka dëshmuar dhe kryeministri për specifikisht për këtë projekt, duke marrë parasysh rëndësinë që ai paraqet për rritjen e parametrave të sigurisë publike dhe asaj rrugore. A ndikon teknologjia në përmirësimin e parametrave të sigurisë dhe parandalimin e krimit? Si një person i cili vjen si me edukim nga kriminologjia, po ashtu edhe me një periudhë besoj të konsiderueshme në Ministrinë e Brendshme, për 8 vite shashmë, absolutisht po. Faktet janë kokëforta, dëshmojnë pikërisht këtë. Nuk po e krahasoj me çfarë gjetëm ne, pra 2013 apo më herët, pasi si në drejtim të krime më serioze, pra vrasjet apo plagosjet e rënda, po ashtu edhe në drejtim të aksidenteve rrugore, thjesht grafikët nuk kanë të krahasuar. Përgjysmim apo edhe më shumë të këtyre elementeve serioz që kërcënojnë jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar. A është rritur, a është përmirësuar siguria rrugore në Shqipëri fal dhe investimeve? Patjetër që po. Si investimet në infrastrukturë, si investimet në teknologji, në sinjalistik, në mënyrën se si sillen punonësit e policisë shtetit në komunikim me qytetarët, dhe për të hequr dhe një merak i drejtë i deputetit nderuar Sterkaj, unë do të thoja në fakt, zoti Sterkaj, unë e kuptoj ndjeshmërinë tuaj për policinë e shtetit, por ju siguroj që në fakt sfida jonë është të rrisim më tej numrin e punonësve të policisë, sidomos në sektorë të ndryshëm, konkretisht në policinë kufitare, kemi patur rritje të ndjeshme vitet e fundit, do të vijojmë ta bëjmë këtë në fakt, sepse sigurisht teknologjia kursesi nuk zëvendëson aspektin human, përkundërzi vetëm e ndihmon atë dhe duhet të jetë njeriu që në finale certifikon dhe garanton cilësinë e produktit që sjell edhe inteligjenca artificiale, por është sigurisht një dallim epokal të flasësh për punonjës policie të cilët duhet punonin bazuar në ato dokumentet SNK, don të kartotekave të vjetra, të
dhe formuar e tjerë. Dhe tjetër gjë kur ja leçon jetën e përditshme me sistemet, me aksesin në database për të bërë hetime cilësore në kohë dhe pa shumë mund edhe duke mos u ekspozuar me shkresa që nuk dihet nga shkojnë dhe nga qarkullojnë. Kështu që absolutisht teknologjia vetëm sa ndihmon, por patjetër nuk e zëvendëson njeriu. Sfida jonë edhe në kuptim të përmbushjes së detyrimeve të integrimit evropian, edhe si negociator për kapitullin 24, unë do të theksoj që ne kemi nevojë për më shumë të rinj në policinë e shtetit, sidomos në pikat kufitare, ku sigurisht Shqipëria sot, duke qenë se është një vend i cili është vizituar nga 12 milion turist, duhet jo vetëm t'i ofrojmë siguri kur ato vinë brenda vendit, po që në kontaktin e parë që kanë me autoritetet përfaqësuese të Republikës së Shqipërisë, që është oficeri i kufirit, një djalë vajzë e re, duhet të jetë patjetër një i ri që ditë komunikoj, mundësisht edhe në gjuhë huaj, që uron mirëseardhjen në këtë vend tonin, dhe pa dyshim ka edhe gjithë aksesin e nevojshëm në databaza për të siguruar që në fund ditës çdo kush që viziton këtë vend të jetë konform gjithë rregullave dhe parametrat të sigurisë në bashkëpunim dhe me agjencitë homologe evropiane. Për sa i përket mbrojtjes së dhënave, kjo sigurisht lidhet pikërisht edhe me këtë çështjen e fundit që unë sapo përmenda. Ky kuvend ka kaluar gjithashtu së fundmi dhe është për të lavdruar dhe një nismë shumë e jashtëzakonshme pra në kuptim të mbrojtjes së dhënave, që është parafrimi i directivës së GDPR-it, dhe kjo është përshëndetur dhe nga Komisioni Evropian dhe pa dyshim detyrimet që lindin nga kjo nismë ligjore, pra nga ky ligj tashmë është i zbatueshëm për gjithë institucionet shqiptare, përfshirë dhe policinë e shtetit. Dhe për sa i përket interesit të huas dhe kohës pra elementeve financiare, më lejoni zoti kryetar, duke qenë se janë çështje të tipike financiare dhe me që kemi dhe përfaqësues nga Ministria e Financave, me lejen tuaj të kaloj fjalën tek përfaqësuesit e financave. Faleminderit zoti Stergaj. Të njëjtën pyetje të bëj edhe unë për kushtet e UAS. Tu thuhet me 4%. A kishte mundësi ta merrim më ulët, a më lart do dohet për kushtet e UAS për teneni 2? Po. Përshëndetje të nderuar, sa i takon termave financiare të kësaj UA-je, sikur se përmendi dhe i nderuari kryetar, norma interesit është 4%, e cila është diskutuar për negocim gjatë procedurës së negocimit sipas ligjit marrëveshje ndërkombëtare, por ky është kusht që ofron kreditori. Ndërkohë sa i takon maturitetit është 15 vite, që është një maturitet relativisht afatgjatë për kredin, ka dhe një periudhë pa pagesë principale prej 3 vitesh. Përgjithsisht me të gjithë kreditorët që janë institucione financiare ndërkombëtare, këto janë termat që ofrohen, ndërkohë kreditorët e tjerë kanë dhe komisione angazhimi, komisione të tjera që përfshin, ndërkohë ky kreditor ka vetëm normën e interesit. Pra çdo komision është i përfshirë brenda kësaj norme. Norma 4% fikse është e vetmja kosto për këtë kredi. Pra termat financiare ndryshojnë nga kreditori në kreditor. Në përfundim të mbas 15 vitesh sa do pagojë shteti shqiptar për këtë kredi? Se nuk është grant, është kredi. Është kredi e gjitha 118 milion euro, tani skedulin e amortizimit të kredisë nuk e kam, por mund t'ja vë në dispozicion sekretarisë detajuar. Pasi është si në Ju kërkoni që ta shtypni apo ta miratojmë sot? Ta miratojmë patjetër. Po kur do na i vini në dispozicion? Shumë shpejt. Po faleminderit. Po sot zoti Dogjani. Ju lutem, zoti Lama, fikni pak mikrofonin, ju lutem, zoti. Po, zoti Dogjani. Atëherë, lidhje me pyetjet që bëra, unë nuk e mora përgjigjen cila është arsyeja, cilat janë shkaqet që është rrit kjo hua nga 60 milion që ka qenë parashikuar në 118 milion, po pavarësisht që nuk e mora përgjigjen, përgjigja dihet, se mbas kontaktit që ka bërë kryeministri me këtë presidentin e Emiratëve të Bashkuar, është rrit me njëherë është dyfishuar 100% në 120 milion. Çka do të thotë që 60 milion euro vidhen
shkojnë gjepat e qeverisë, kryeministrit, pushtetarëve, se unë nuk e, me qenë se dhe ju se dhatë si përgjigje, unë nuk e kuptoj ndryshe. Pra, pa ndryshuar asnjë kusht, rritet huaja nga 60 milion euro në 118,5 milion euro. Pra, dyfishohet në të njëjtat kushte me ato kërkesa që ishin. Pra, bëhet një dyfishim, çka do të thotë që vjedhen, siç janë vjedhur 50 milion euro te tuneli Llogarase, siç janë vjedhur në për rrugët e Shqipërisë, siç i keni vjedhur deri tani shqiptarët në këto vite. E dyta, ju thatë, sapo thatë, në përgjigje të pyetjes të kolegut, që nuk do të ketë tenderim për implementimin e këtij projekti, sepse do ta bëj vetë ai që jep huan. Pra, duke eliminuar garën, duke eliminuar transparencën, duke kthyer Shqipërinë sikur të jetë baqja e juaj, baqja e kryeministrit, sa ai vetë vendos të marrë huan, vetë vendos të arris nga 60 në 120 milion, 4% interesi që për projekte që janë zhvillimore, si për rasti konkret që bëhet fjalë, do të ishte gjetë një përqindje më e ulët, e për 15 vite, çka do të thotë që me 4% për 15 vite, rrezik dyfishohet kjo hua, që do ta paguajmë ne, do ta paguajnë shqiptarët. E ndërkohë, nuk i dhat përgjigje pyetjes a është në përputhje me standardet, me direktivat e Bashkimit Evropian, apo bie ndesh, dhe si do të mbrohen dhënat e qytetarëve shqiptarë. Se ju thatë janë mbrojtur dhënat e qytetarëve, qa janë mbrojtur dhënat e qytetarëve shqiptarë? Si mos më keq janë dhënat e qytetarëve. Për gjithë se cilin për këtë të duan i gjenë në sekondi kanë nxjerrë deri tani me 10 herë dhënat e qytetarëve shqiptarë në rrugë. I di kushdo. Pra, ky projekt për mua është një projekt që do të vjedhë një 60 milion euro, do të eliminoni garën, nuk ka transparencë, do të lihet në dorë policëve që janë të lidhur me krimin e me grupet kriminale për të përdorur dhënat e biznesmenve që tu vjen edhe në job, se kur kalojnë tu marrin edhe në lek për të përdorur për qëllime politike, për të përdorur në fushata elektorale, për të detyruar për të votuar, pra dhe 120 milion euro do t'i paguajnë plus interesave ne, shqiptarët, për 15 vjet. Për një gjë që nuk do të bëja, nuk ka efekt fare për sa i përket parandalimit të kriminalitetit. Ata grupet kriminale i dinë se ku janë kamrat, i bëjnë jashtë kamrave, i zgjidhin, i marrin masat. Njerëz të shkret, fakirat e shkret, do të vihet një gjop që do të lëvizin me makinë, do t'i përdorni për t'i thënë se dje ke shkuar, këtu e ke shkuar atje. Kjo është projekt ligji. Shu e keni kthy Shqipërinë ju. Por po ju themi gjë. Mos i mendoni shqiptarët se do t'i merrni në përkëmbë më, se do t'u besojnë më, që 12 vjet e keni varfruar këtë vend, e keni kthyer në diktaturë. Shqipëria është kthyer në një vend me diktaturë. Kontrolloni çdo gjë. Disa ditë më parë u morë edhe një vendim këtu për të mbyll një dritare, një aplikacion TikTokun, sepse i vetmi aplikacion që se kontrollon dot qeveria, që njerëzit flasin pa frikë në ata aplikacion, që denoncojnë për ditë nga ai aplikacion, për të censuruar fjalën e lirë. Keni përfunduar edhe më vjen keq që të gjithë kontrollohen e drejtohen nga një njeri. Unë jam kundër këtij projekt ligji dhe të lutem më kthe përgjigje, cila është arsyeja. Unë e dhash përgjigjen se s'ma dhat ju, dhe jam i bindur që kjo është arsyeja nga 60 në 118,5 milion që është rrit kjo ua, dhe si do të mbrohen të dhënat e qytetarëve shqiptar. E kuptoni se e keni kthyer Shqipërinë pa patur absolutisht se po të ketë në një efekt parandalues. Hajde le ta pranojmë se edhe por s'do të ketë efekt parandalues se nuk zgjidhet problemet e kriminalitetit, se po të them kamrat janë, dhe në vitin 2024 janë 50 të vrarë në atentat me armë zjarri. 50 të vrarë. E aksidentet automobilistike janë rritur
Pra nuk do të ketë efekt, po, ka efekt që do vjedhni 60 milion euro, do të bëhet patentër nga Arabi, atje do të vjen ta bëje këtu, do t'i mbledhin të dhënat e qytetarë shqiptarë do t'i përdorin. Do me thonë, po e ktheni Shqipërinë në një vend diktatorial për ta kontrolluar gjithçka, edhe kur marrin frymë shqiptarët ju doni t'i kontrolloni. Po nuk do të ndodh, sepse me 11 maj do ta shikoni se çfarë do të bëjnë shqiptarët. Për gjithë këta që keni bërë në 12 vite, do ta merrni një votë dhe shqiptarët do t'i keni kret kundër, edhe të majtët, më besoni që apo ju them. Se këtu nuk bëhet fjalë, unë nuk flas për djathtë të majt. Përveç atyre një pjesë që janë rreth Edi Ramës, të gjithë i keni kundër. Faleminderit zoti Dogjani për fjalorin të butë në këtë prag fushate. Fjala është për ju, zoti Lamallari. Faleminderit edhe një herë. Dua të theksoj edhe një herë, lidhur me përjashtimin nga procedurat e prokurimit publik. Kjo është një detyrim i cili është përcaktuar nga Kuvendi i Shqipërisë përmes ligjit 145/2020 për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë e Emirateve të Bashkuara Arabe, i cili konkretisht në nenin 6.3 përcakton se për realizimin e projekte të rëna dakord, përfshi edhe këtë që ne po diskutojmë sot, palët janë të përjashtuar nga detyrimi për ndjekur procedurat zakonshme të prokurimit publik. Konkretisht, dispozita përkatëse përcakton se kontratat, programet dhe projektet strategjike të rëna dakord në përputhje me këtë marrëveshje e ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë nuk do të jenë në asnjë prej palëve që detyrim që të nënshtrohen prokurimit publik, tenderi publik, procedura konkurruese publike ose ndonjë procedurë tjetër përcaktuar në legjislacionin kombëtar të Republikës së Shqipërisë etj. Thënë kjo, ju e keni dhënë gjykimin tuaj dhe besimin tuaj për këtë marrëveshje dhe keni lehtësuar autoritetet shqiptare për të hyrë një procedurë prokurimi. Për pjesën e kostove, e vlerës. Vlera fillestare, dua të sqaroj, është shumë e rëndësishme, ka qenë thjesht jo në këtë shtrije kombëtare që ne po flasim aktualisht, bëj fjalë për qarkun e Tiranës, një vlerësim paraprak i nevojave imediate që shikoheshin, që vlerësoheshin nga policia e shtetit për kamera e tjerë. Më pas janë bërë takime në nivel teknik, ku kanë ardhur ekspertët nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët merren dhe garantojnë dhe zbatimin e kësaj teknologjie dhe atje, për të verifikuar me sy të gjithë hotspotet, vendet, tunelet, kanal, ato ku mund vendosen postet, ku mund vendosen radarët, sensorët e zhurmave etj. Dhe në studimin e fizibilitetit për herë të parë përmendet kjo vlerë, e cila përcaktohet shprehmisht qartë, zë pas zëri, aty me të gjitha këto element shtesë të kërkuar nga autoritetet shqiptare. Që të thotë, është paraqitur nevoja që mos kufizohemi vetëm në qarkun e Tiranës, por të kemi mbulimin e 20 qyteteve, të kemi gjithashtu 12 qendra monitorimi në vend të një qendre të vetme në Tiranë, të kemi gjithashtu përfshirjen e shkollave, sepse sigurisht ju thoni kamerat, por shumë e rëndësishme që kamerat duke pasur të inkorporuar dhe sistemin e alertimit dhe të inteligjencës artificiale, kombinuar kjo dhe me detektorët metalik, të cilët parashikohen si pjesë e projektit dhe të gjitha elementet e tjera shtesë, të cilët garantojnë pikërisht jo vetëm vëzhgimin, por monitorimin, alertimin dhe çdo sjellje e çuditshme e cila qoftë nga nxënësit, të cilët mund të jenë rrezik për shokët e tyre, por edhe nga drejtuesit e mjeteve, apo zhurmat, kjo element tjetër i shtuar përmes sensorëve të cilët janë kërkuar nga autoritetet shqiptare, dhe kemi realisht një rritje të ndjeshme të nevojave që ne kemi paraqitur nga takimet që janë bërë në nivel teknik, duke e përditësuar këtë dhe me elementet e software, dhe kjo e disponueshme jo, e theksoj edhe një herë, jo vetëm në një qendër, por e shpërndar në të 12 qendrat rajonale, në mënyrë që reagimi i policisë së shtetit të jetë në kohë reale. Pra mos kemi detektimin në X deri vendoret policisë, të vi informacioni në Tiranë, të proponohet këtu dhe të shkojë atje. Pra kemi drejt për drejt deri atje që merret me sigurinë e shkolla dhe me sigurinë e aksit kombëtar për cilën ajo është përgjegjëse. Pra unë mendoj që sqarova pjesën
e vlerës së shtuar dhe kjo është reflektuar dhe në përmes VKM-s numër 91 datë 12/2/2025, ku shprehimisht përcaktojnë qartë dhe elementet edhe në parashikimin e listës unike kombëtare të projekteve madhore, dhe absolutisht ky është një projekt që do të bëjë një hap cilësor epokal në shërbim të parametrave sigurisë, në shërbim të qytetarëve shqiptar. Dhe diçka e fundit, zoti Dojani, ju lutem ma lejoni dhe ma mirëkuptoni këtë gjë. Është bërë disa herë që dëgjojmë nga përfaqësues që kanë qenë dikur në polici apo më keq akoma në drejtimin e Ministrisë Brendshme. Unë zotohem se kurrë dhe do mbitë shumë zor nga vetja nëse nesër, kur unë mos jem në këtë pozitë, të shprehim keq për uniformën e policisë shtetit. Të flasësh për policinë e shtetit duke futur në thes të gjithë që krimi e gjithë këto që ju thoni më vjen keq, por unë këtë nuk do ta bëja kursesi, dakord, por edhe një ju lutem, sepse unë nuk përfundova. Jo, më ju thatë vodhët dhe s'tha gjë njeri. Të thash me të but, në prak fushate, ke gjunë shumë të but. Zoti Lamallari, kam unë një pyetje, të lutem. Dakord, mëse këtu jemi. Po jo mëse kam unë pyetje tani, të lutem. Zotëri, se del për jashtu nga komisioni. Dëgjoj, thuaj atë që them unë. Unë nuk thash gjithë policia. Unë them për Oltion Bistrin, them për atë Shahinin, them për atë tjetrin Durrës, them për ata që kanë dalë në pritë janë në përburgje. Unë nuk them për gjithë policë e shtetit. Policia e shtetit ka policë të shkëlqyer, oficer shumë të mirë. Po këto 118 milion euro jep një paga policit, se e bon punën më mirë. Këto 118 milion euro vishni me uniform, se jep një makina, se e bon më mirë. Mos i vjedhaj, jo ju. Ai që ka rrit nga 60 në 120 milion euro. Herë tjetër mos keq përdor fjalën time. Atë që them unë thuje. Unë nuk thash policia e shtetit. Po, unë them ata element të cilët janë në drejtimin e policisë që i kanë qitë policin prit, që shkojnë e numrojnë rrojt e bimëve narkotike, që bashkëpunojnë me grupet kriminale, që na vrasin edhe ne nesër. Këto them unë. Këto thuje që thash. Faleminderit zoti Dojani. Një sekond, kam një pyetje dhe pastaj zoti Lamallari. Po mbase ti do me shkrim pyetje, i bëre pyetjen, pastaj bëre edhe koment. Të lutem. Të lutem zoti. Zoti Lamallari ka dhënë një pyetje. Në relacion ju përmendi që për një Shqipëri të sigurt dhe të avancuar përfshihen 2239 kamera. Përfshihen 2602 kamera të tjera, 3800 kamera trupi, 100 radar inteligjent dhe 100 sensor. Ju lutem, nga ka dalë kjo shifër? Është në relacion, por nuk e gjeu në pjesën e kontratës dhe për shumë në fund. Faleminderit. Mund të sqaroni ju lutem? Po, patjetër, është detyra ime në fakt ta bëj këtë. Ka dalë nga studimi i fizibilitetit, i cili është prodhuar si dokument pas gjithë takime që janë bërë në nivel teknik, vizitave në terren, konsultime me profesorët e policisë shtetit, si nga siguria publike, nga siguria rrugore, nga departamenti i teknologjisë dhe informacionit, nga nivelet drejtuese në Ministrinë e Brendshme në kuptim të strategjive dhe politikave të sigurisë publike e më gjërë, për të dhe përfshirjen e aktorëve tjerë, si AKEP dhe institucione tjera relevante. Sigurisht kemi qenë që në krye të herës edhe me Komisionin për mbrojtjen e dhënave personale në komunikim të vazhdueshëm dhe gjithmonë i përditësojmë lidhur me zhvillimet, me negociatat që kanë qenë në këtë aspekt. Kështu që unë e përmenda më herët dhe nismën ligjore që u bë nga Kuvendi i Shqipërisë për afrimin me direktivën e GDPR-it, pra për mbrojtjen e dhënave personale, dhe ka qenë vërtet një arritje shumë e madhe për Shqipërinë dhe tregues i statusit ku Shqipëria ndodhet sot, shumë pranë tryezës, pra shumë pranë familjes europiane, ku ne kemi një ambicie shumë qartë, një kalendar shumë qartë, ku sigurisht dhe GDPR, pra parafrimi i kësaj direktive ishte pjesë asaj çfarë ne si qeveri, ne si ekip negociator kishim marrë përsipër si angazhim,
dhe me mbështetjen e gjitha institucioneve kryesisht patjetër dhe të Kuvendit të Shqipërisë e bëm të mundur diçka të tillë. Ky ligj përcakton detyrimisht përcaktimet ligjore për institucionet shqiptare, përfshirë dhe Policinë e Shtetit, duke përfshirë dhe garancinë që ofrohet përmes menaxherëve të cilësisë, të cilët monitorojnë dhe auditojnë në kohë reale përdorimin, analizimin, grumbullimin dhe shkëmbimin e këtyre të dhënave. Kështu që patjetër që tashmë është ligj, është detyrim për çdo kënd që të zbatojë atë çfarë buron nga ai ligj që është miratuar nga jo shumë larg, jo shumë kohë më parë nga Kuvendi i Shqipërisë, kështu që patjetër jemi në përputhje të plot me standardet e BE-s dhe kjo ka qenë dhe një nga kriteret bazë që ka qenë pjesë e negocimit që kur kemi filluar tratativat me palën e Emirateve të Bashkuara Arabe. Faleminderit zotit Lamallari. Unë dhe kolegët e mi nuk do votojmë relacionin. Projekt ligjin bashkë me anekset. Dhe te lista e mallrave, te skeduli 2, unë kam komponentët. Prandaj ta bëra pyetjen te komponentët tot licencë software 31 milion euro. Hardware dhe infrastruktura 62 milion euro. Shërbime profesionale 7 milion euro, 7 milion dollar. Mbështetje dhe mirëmbajtje për 4 vjet 17 milion, në total 118. Ju lutem nga del kjo shifër e këtyre kamerave se nuk e kuptoj dot. Se unë këtë votoj me të shumë në total. Mund të jenë 3.000, mund t'i bëni 60.000, mund t'i bëni edhe 1.000. Unë nuk di çat të votoj dhe çat të miratoj sot. Mund të më shpjegoni dot? Me këto që lexohen në këtë skedul për mallrat e komponentët që janë te lista e mallrave? Po. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Në fakt edhe nga pjesa e negocimit me Emiratet e Bashkuara Arabe, ishte dakordësia e përbashkët që kjo kontratë huaje, e cila duhet kuptuar është ndarë nga ajo e zbatimit, që ka të bëjë me se si përkthehen të gjithë këto zëra në praktik, në numër kamerash, sensorësh, detektorësh, softwaresh e tjerë. Pra po flasim për një kontratë huadhënie, e cila si element bazë ka shumën, ka interesin, ka kohën e maturimit. Por ishte e udhës që ne të përfshinim dhe në shtojcën 1, 2 e 3, do elementet plotësues pra që të ishin më informues. Dhe u sugjerua pra që në mënyrë të përmbledhur të kishim kostimin e këtyre elementeve, në mënyrë që mos kishim pra kapërcime apo pagesa më të ulta mbi çfarë ishte rënë dakord. Pra shuma 118.5 milion dollar do të shkojë në një pjesë që shkon 31 milion për janë komplet pjesa e software, licenca e tjerë, hardware dhe infrastruktura që është e përcaktuar aty, pjesa e shërbime profesionale, sigurisht për fakti që ne flasim për teknologji të avancuar dhe software të cilët janë prodhuar dhe kanë në thelb të tyre përdorimi e inteligjencës artificiale, në kupton që ne do të kemi nevojën kryesisht në fazën e parë të projektit që zgjat 12 muaj pa asistencën e ngushtë nga ana e ekipit që do të jetë për zbatimin e tyre dhe mbështetja dhe mirëmbajtja e cila unë e përcaktova unë e përmend edhe më herët është përcaktuar për një afat 4 vjeçar, e cila kjo gjithashtu ka një kostim. Por kur vjen puna te kontrata e zbatimit, sigurisht ne i përmbahemi studimit të fizibilitetit, i cili është ndarë pra nga ana e Emirateve të Bashkuara Arabe me palën shqiptare, ku të gjithë nevojat që janë identifikuar fal gjithë këtyre takimeve në nivel teknik, përfshi dhe vizitat në çdo qark, në çdo qytet, në çdo vend ku ato do të instalohen, përkthehen në zëra të caktuara me vlera indikative. Pra, ajo çfarë ju po kërkoni më shumë informacion gjendet në studimin e fizibilitetit, që përmban të gjithë vlerat, kostot indikative e tjerë. Kontrata HUAS përmban vetëm ato element të një marrëveshje financimi, pra që shuma totale, interesi dhe koha e maturimit. Pra dhe sigurisht dhe detyrimi aty që përcaktohet, pra ku vetëm Emiratet e Bashkuara Arabe nuk pra do të njoftojnë zyrtarisht dhe e kanë bërë tashmë, ku përmes komunikimit zyrtar është njoftuar pala tjetër, që do thot pala shqiptare, për implementuesin. Dhe kjo duke përmbajtur si ligjit të 2020 që unë e reflektova më herët, po ashtu dhe kontratës dhe procedurave që ka vetë Fondi Abu Dhabit në zbatimin e projektet të ngjashme. Faleminderit. Nëse nuk do kështu përdorur këto shifra, unë s'kisha për ta bërë pyetjen. Po ju thoni do vënë 3.000 kamera, sensor,
që nuk përfshihen fare dhe këtu dhe vetëm mirëmbajtje dhe mbështetje për 4 vjet do paguajmë ne ndaj këtyre 17 milion dollar. Këtë kam unë këtu, këtë votoj sot. Shërbime profesionale 7 milion dollar. Për këtë votoj, nuk votoj për ato 3.000. Ato 3.000 mund t'i vënë, mund të vënë 30.000, mund të vënë 1.000. Nuk kam unë as minutat e takimit që keni bërë, as kam një relacion që thoni 3.000. Nesër nuk votoj relacionin në këtu. Nesër mund të jenë 100, mund të jenë edhe 40.000. Pra, në relacion keni shtuar 3.000. Tash ne keni nxjerrë se këtu keni tjera gjëra në skedulin që keni dhënë. Megjithatë, faleminderit. Kush ka nga kolegët pyetje tjera? Nëse s'keni pyetje, edhim në votim. Po, zoti Dogjani ka koment. Atëherë, faleminderit. Rreth parë, zoti zëvendës ministër, kur të vini Komisioni i Sigurisë, do të vini të mbroni projekt ligjin dhe të mos keq përdorni fjalët e deputetëve, pavarësisht që ne gjithmonë jemi munduar që tu respektojmë kur vini këtu. Këtu është Komision Sigurie që ne bëjmë debat se bëhet fjalë për parat e qytetarëve shqiptarë që do të paguajnë për 15 vite me hua që është të mërshme vetëm mirëmbajtja e këtyre kamrave në 4 vjetë, si tha dhe kryetari, do të paguajmë 17 milion dollar. Ndërkohë që janë në total 118.5 milion dollar për të vendosur kamra në Shqipëri, që për mua ky projekt, i cili është rrit me njëherë nga 60 milion, mbas takimit të kryeministrit me presidentin e Emiratëve të Bashkuar në 118 milion, pa ndryshuar kushte e rrethana, tregon qartë që këtu është një marrëveshje një hua e cila ka në thelb të saj korrupsionin me 60 milion euro. Së dyti, kur thash që kjo do t'i lihet policisë shtetit, nuk them për policët, për shumicën e policisë shtetit. Në policinë e shtetit ka policë oficer shumë të mirë. Shumica nuk u del paga që marrin për të kaluar muajin. Paga është qesharake me punën që bëjnë. E ndërkohë, një pjesë e mirë e drejtuesve marrin para nga krimi. Këtë nuk e them unë, e kanë thënë institucionet e drejtësisë, janë disa oficera, drejtues, ish drejtor policie që kanë bashkëpunuar me grupet kriminale. Flas janë në burg, janë të arrestuar. Kanë dalë të dhëna, patjetër. Unë nuk thash, po sigurisht, kanë dalë dhëna janë në burg për bashkëpunim me grupet kriminale. Pra, absolutisht askush nuk i përmbledh të gjithë, si që mundu ta kish përdorur në fjalën. Tjetër, Shqipëria me këto kamra nuk e zgjidh problemin e kriminalitetit, dhe thatë diçka në lidhje me shkollat që nuk jam i qartë. Këto kamra do t'i fusnin mbrenda në për shkolla, dhe kush e ka bërë këtë studimin e fizibilitetit në lidhje me të përsaktuar se sa kamra do të vendosen. Dhe ajo që është më e çuditshme është që nuk do të ketë garë, nuk do të ketë transparencë në lidhje me implementimin. Pra, ai që ta jep huan, ai ka përcaktuar sa kamera do të vënë, ai do ta zbatojë. Kështu që ju vazhdoni duke menduar, ju, nuk e kam me ju, flas për qeverinë shqiptare, flas për kryeministrin, duke pa që i ka ardhur fundi që do të largohet, thot ta djegi edhe më shumë Shqipërinë, ta fusë edhe më shumë borxh që kur të vinë nesër ata të tjerët të mos kenë mundësi të qeverisin. Por kjo nuk shkon dëm të një partie politike, është ndëm të qytetarëve shqiptarë, është edhe ndëmin tënd nesër. Se edhe ti nesër, ju nesër kur dilni, do t'jeni pre e një
shkelje të drejtave të privatësisë. E drejta privatësisë është e mbrojtur me kushtetut në Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit. Njerëzit kanë të drejtë të jenë të lirë në jetën e tyre private. E ka ndarë ligji apo se ka ndarë ligji në qoftë se do vendosen këto 5.000 apo 6.000 kamera, çdo qytetar shqiptar, edhe duke u lanë në dorë këtyre, po them, lloj drejtuese të policisë që bashkëpunojnë me krimin, dhënat tuaja të mia të nesër qytetarëve janë në dorë të një personi që do t'ja jap një grupit kriminal, do t'ja jap partisë për t'i përdorë, sepse ju mendoni që do t'jeni gjithmonë në pushtet. Nesër do jemi ne mas një majt. Unë nuk do t'kisha dëshirë fare që një polis të monitoroj se kur shkon ti nevojtore apo ku shkon ti me familjen për të pi një kafe e tjerë. Prandaj unë jam kundër këtij projekt ligji dhe u bëj thirrje edhe kolegëve të Partisë Socialiste, flas Partisë Socialiste, jo të sektit Rilindjes, mos e votoni se nesër do t'u bin kokë ju. Dhe mbesoni që ju nesër do të kërkoni ta ndryshoni këtë ligj. Faleminderit edhe për paralajmërimin. Fjalë vetëm se bëri gjitha të fushat të gjani këtu në komision. Jeni prag të fushatës edhe të gjanë. Kjo është një marrëveshje uhaje për të forcuar rendin, sigurinë në vend, edhe siç e thanë të relatorja dhe zëvendës ministri, ka të bëj me sigurinë në kufi, në rrugë, në autostrada, do jetë në funksion të policisë për të ndjekur targat veçanta që policia ka probleme që s'duhet të krijojmë probleme në ambientet tona, ashtu siç na ka ndodhur herë tjetër që ka ndodhur krimi dhe keqbërësi ka ikur në drejtim paditur dhe nuk është kapur nga si kamër. Pra, po qeveria ka marrë masa nëpërmjet kësaj marrëveshje që ti investoj për të ndjekur krimin dhe për të mos pasur probleme siç kemi pasur herë tjetër. Dhe është diçka që është dhe në vendet perëndimore kjo, është sigurt që kanë dhe vendet e Europës këto sisteme. Prandaj do t'i vendosim kamerat me software që japin informacion shumë të shpejt. Kështu që është keq kuptuar pak kjo nga ana juaj. Kështu që unë e kam votën pro, suksese. Faleminderit. Zonja Kryemadhi. Zoti Sterkaj. Ka patronazhist dhe ekipe për mbrojtjen e votës. T'ja lëm në 11 maj të votojnë qytetarët edhe. E vetmja gjë që është, po, faleminderit zoti kryetar, e vetmja gjë që dyshimi i saj është funksionimi i këtyre dhe kush do të jetë administratori i gjithë databezit të dhënave. Nuk ka asgjë të keqe që të ketë kamera në spitale, në shkolla, në rrugë, në të gjitha ambientet, sepse i shërbejnë sigurisë së vendit, por edhe sigurisë qytetarëve në çdo këndvështrim. Ajo që cila është dyshuese është administrimi i të dhënave të kamerave. A do të jenë aq e balancuar policia e shtetit apo administratori këtij projekti për të pasur një siguri administrative, por edhe të dhënave. Rasti konkret do të marrim rastin që tham vrasjet që kanë ndodhur në mes të bllokut, kur ka dashur policia apo edhe prokuroria, vrasësit janë kapur dhe janë kapur që nga Fieri. Po themi ka ndodhur vrasja në Fier dhe nga policia e shtetit është kapur në Fushkruj. Dhe e gjitha është kapur nëpërmjet sistemimit të kamerave që janë që nga bizneset private dhe deri tek sistemi tjetër. Kur s'ka dashur policia e shtetit, nuk janë kapur dhe janë lënë të dhe pra përdorja e dy standardeve e bën shumë të dyshueshme marrjen e këtij projekti për 118 milionë eurosh. Nuk ka asgjë të keqe. Amerika është mbytur në borxhe me kredi edhe ka ndërtuar gjithë atë Amerikë të Madhe dhe 3 çerekun e gjithë buxhetit e Amerikës e ka Kina. Faktikisht dhe me Kinën janë në luftë. Problemi qëndron që ky investim, kush do të jetë administratori i kësaj? Nuk u shqetëson fare se kush administron, se ndrymi i pushteteve ndryshon edhe kontrollorin e saj. Për mua nuk ka rëndësi të ndryshoj kontrollori, për mua është e rëndësishme që çdo gjë të jetë profesionale. Sepse sa më profesionale është, aq më e garantuar është jo vetëm për qytetarin, por edhe për klasën politike, vetvetiu. Në secilin nga ne, sepse në fund ditës gjithë njerëz jemi, edhe kalimtar, nuk ka njeri të përjetshëm. Ajo që unë do doja unë jam kundër
domethënë e deklaroj dhe votën time, për vetëm në arsye sepse më bën të dyshoj marrja e një kredie kaq të madhe në një situatë për të cilën ka probleme të tjera shumë më të mëdha. Megjithatë, se sa do të ndikojë kjo në këtë gjë, është vlen për të dëshiruar, pavarësisht se nuk ka asnjë lloj vlerë vota jon këtu. Ajo që unë dua të theksoj edhe dua ta paralajmëroj është keq funksionimi i këtij projekti, i cili do të kthehet në një farë mënyre jo vetëm nga ana financiare, që ka problemet e veta, por edhe nga ana e administrimit të dhënave të saj. Sepse nuk thuhet se kush është administratori i kësaj dhëne. Vërtet, aplikanti është ai që sjell kredin, por edhe ndërtuesi, pra edhe ai që do ta bëjë do të jetë vetë dhënësi i kredis. Kështu që se sa vlerë ka kjo, pastaj ka të bëjë me terrorizmin, ka të bëjë me trafikun e drogës, ka të bëjë me drejtat e njerëzit, por drejtat e njerëzit për mua janë të fundit se sa kanë të bëjnë më shumë me terrorizmin dhe trafikun e drogës. Faleminderit. Unë besoj se në projekt del qartë që është policia e shtetit që do administroj. Ju lutem, kur të merret në dorëzim, është policia e shtetit. Ne kemi patur fatin që zoti Xhaferi ka bërë një amendim të ligjit për policinë dhe ka futur që drejtori i përgjithshëm i policisë sa herë kërkohet nga ky komision, zonja Kryemalli. Zonja Kryemalli. Zonja ju lutem. Zonja Kryemalli folët. Zonja Kryemalli, a mund ta hapësh mikrofonin që ta dëgjojnë dhe gjithë shqiptarët pastaj? Zonja Kryemalli, po ta lexoni me vëmendje, këtë e ka policia e shtetit. Ne si kuvend, pi kontakti, ju lutem, ju folët. Pi kontakti, ne kemi drejtorin e përgjithshëm të policisë që sa herë kërkohet nga ky komision është i detyruar, e kemi vënë në ligj. Dhe fati jon që zoti Xhafera e ka propozuar si amendament dhe e kemi miratuar. Që sa herë të kërkohet drejtori i përgjithshëm i policisë, është i detyruar të vitë raportojë në këtë komision. Në komision ka përfaqësues të mazhorancës, ka të opozitës dhe është vënë ky përcaktim në ligj që të vijë sa herë të kërkohet nga ky komision drejtori dhe ju mund ta pyesni drejtorin e përgjithshëm. Po, nëse s'ka pyetje tjetër. Po, zoti Xhaferi për procedurë? Jo, është pyetje edhe për procedurë. Unë i kërkoj ndjes se isha në mbledhjen e Këshillit Integrimit Evropian, por është shumë e rëndësishme, por në mënyrë pa diskutueshme do vija që edhe të bëja këtë pyetje që kemi me marrëveshje në fjalë, por edhe t'i thoja dy fjalë kryetarit komisionit për marrëdhënien 4 vjeçare që kemi pasur. Lidhur me këtë pajisjen me kamera, do doja të di nga Ministria e Brendshme, a ka ndonjë informacion për skandalin e viteve më parë, ku në vend që policia e shtetit të gjurmonte krimin me kamera, ishte krimi që i kishte vendosur kamera policisë në gjithë gjeografinë e Shqipërisë, duke filluar nga Shkodra e duke dalë në jug të vendit. Një skandal që ekspozoi dështimin e shumë inspektoriateve dhe institucioneve shqiptare, sepse për teritorin është përgjegjëse policia bashkiake, është përgjegjës shërbimi informativ, është përgjegjëse policia e shtetit, e të tjera e të tjera. Pra është bërë analiza dhe çfarë mund të na thoni për këtë? Dhe tjetra që kishte për kryetarin e komisionit, kryetar për 4 vite në këtë komision, dole nga natyra jote dhe shpesh herë bëre rolin e skifterit për të mbështetur kryeministrin dhe qeverinë duke hyrë në konflikt me ne. Ta kisha thënë dhe po ta them, tradhtia e ka një çmim. Kështu që mendoj që do të kisha shumë dëshirë të vazhdoni kontributin, por me të shikoj, e kam qëndrim timin në raport me kryetarin, sepse ka 4 vite që Rendi ditës është ratifikimi i marrëveshjes së UAS.
Zoti Xhaferi është politikan. Zoti Xhaferi, unë i kisha një borç Partisë Socialiste, ja kisha marrë një mandat 2009, 2013, 2017, ja ktheva borxhin dhe jam i larë me Partinë Socialiste. Sigur sot i iki. Po dhe Partisë Demokratike ja kisha një borç, se ja kisha marrë një mandat 2013, 2017 dhe sa ja ktheva. Kështu që as juve s'u kam borç, as Partisë Socialiste. Nuk ja kam marrë mandatin këtyre dhe ja kam kthyer. Pastaj unë bëj sondazhet e mia, nëse dojem apo jo, e vendos vetë. Që të kërcesh tango duhen 2. Një na pala tjetër dhe një këtej. Për këtë pjesë nuk kam bërë rolin e skifterit, unë kam qenë bashkëpunues me ju, më shumë se ç'duhet. Nëse do kishte një socialist 24 karat, ju do ta shikonit se sa herë do t'i shkulit mikrofonat këtu. Unë kam qenë bashkëpunues me ju, por nuk ju shtoja dot numrat dhe votat që keni patur. Ju, zoti Xhaferi, keni qenë për disa vite të çorientuar, të pa organizuar. Tani keni filluar të vini te balkoni edhe të kërceni për ata që kërcyhet me shkopinj. Suksese në jetë në punën tuaj, pagjithëse cili nga krau këtej ka një profesion dhe nuk e let në rrugë. Kështu që hedhim në votim projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes UAS ndërmjet Këshillit Ministrat të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit për zhvillimin e Abu Dhabit dhe financimin e projektit të sistemit kamera nën administrimin e Policisë Shtetit Smart City. Kush është dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kundër 1, sekretaria të mbaj shënim ata që votojnë kundra. Hedhim në votim nen për nen të projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes UAS ndërmjet Këshillit Ministrat të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit për zhvillimin e Abu Dhabit për financimin e projektit sistemit kamera nën administrimin e Policisë Shtetit Smart City. Kush dakord me neni 1, pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush dakord me neni 2, pro, kundër, abstenim, miratohet. Hedhim në votim në tërësi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes UAS ndërmjet Këshillit Ministrat të Republikës së Shqipërisë dhe Fondi për zhvillimin e Abu Dhabit për financimin e projektit të sistemit kamera nën administrimin e Policisë Shtetit Smart City. Kush është dakord në tërësi? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Zoti Po, zonja Kryemalli, do bësh shpjegim vote? Po. Zoti, ju lutem, zoti Dogjani, do bësh shpjegim vote? Faleminderit zoti Lamallari, faleminderit koleg deputet, të gjithë atyre që janë në listë, suksese në jetë. Faleminderit.